nisma është faktori kryesor, anus, fitus, mesin e këtyre dy tabor eventuale, cili do që të ketë mundësi potenciale ose të pretendoj të fitoj të bajë shumicën qeveritare, nisma do të jetë faktor vendimar. Nisma që nga deklarimi i rezultatit përfundimtar dhe certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të fundit, me pozicionin e saj dhe sidomos me deklarimin e orientimin e kryetarit të saj, me 3 mandate që kushdo që do të formonte qeverin i pari në funksion të interesit shtetëror të Republikës, ai do të ndihmonte, është një përcaktim i qartë që është i gatshëm për të qenë pjesë përbërëse e institucioneve, aq më tepër kur pastaj doli që pozicioni